Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e 7 të podcastit ton. Unë jam Dena. Dhe unë jam Marseli. Ju përshëndes të gjithëve. Siç e kemi përmendur dhe në episodin e kaluar, ne jemi në atë seri ku do të flasim më shumë për përditshmërinë. Kemi folur për komunikimin, si duhet dhe si nuk duhet të komunikojmë. Gjithashtu jemi ndalur tek ndryshimet që ndodhin në jetën e një çifti kur vjen një bebe. Tani, një nga gjërat që ndodh rëndom në martesë, sidomos pas ardhjes së fëmijëve, është një zhvendosje e vëmendjes dhe energjisë drejt fëmijës. Përveç fëmijës, fokusi është e zgjidhja e problemeve të përditshme. Sa para kemi, apo prinderojmë siç duhet, kush do i laj enë tani që jemi të dy të lodhur, si ka mundësi që dritat kanë ardhur kaq shumë këtë muaj? Pse është me telefon në dorë çuni? Sikur ti lexoj një libër, do të kishe qenë mirë, ose siç e thuhet, le ta themi aty si thuhet zakonisht. Mos morri me telefon në dorë, po lexoj një libër të biri. Unë nuk them, një moment, unë nuk them mos morri me telefon në dorë. Jo, mirë thua. Them që a nuk do ishte më mirë të lexoje një libër djalit ndërkohë që je në telefon? Por, kam përshtypjen që kur njeriu është në telefon, kjo i duket goxha kërcënuese apo e sikletshme, bezdisshme minimalisht. Është në fakt se po e shkëput nga diçka që për atë është shumë e rëndësishme në momente. Shumë e përshirë. Por është e shëndetshme, në fakt një tërheqje veshje e tillë është e shëndetshme në një çift. Mirë, tani sipas episodeve që kemi bërë më përpara, nuk kemi sulm personal, kemi përshkrim të situatës apo jo? Sigurisht. Kur flasim për temën që jemi duke folur sot, është pikërisht këto gjëra, le të kthehemi tek pikërisht e tema, sepse është shumë pikante dhe shumë e rëndësishme. Njëkohësisht në një çift, pjesa e humbjes romancës, kur fillojnë këto diskutimet e vogla që sapo përmendëm, ndërkohë që lihen pas dorë ato puçit me cilët çifti u lidh spa. Ato fluturat në stomak. Më the të thash. Duken shumë të larta kur kalojnë ato poezit. Atë komedin hallej që dëshbëri Qametin. E që pyet. Po ndërkohë, nëse mendojmë për mëngjeset tona, janë sa dramatike dhe komike. Kujtja thua. Të gjithë fillojnë shpërndahen në shkollë, në punë, ka shumë alarm në mëngjes. Shumë. Edhe kur vim në mbrëmje dhe bashkohemi në shtëpi, ndihemi të gjithë të lodhur nga dita dhe duhet të gjejmë mënyrën për të bashkëpunuar. Tani është shumë e nevojshme të dimë si të organizohemi, patjetër, duhet ndihmojmë në mbarvajtjen e jetës familjes, patjetër që po. Por mund të ketë diçka që po na rrshket nga duart, avash, edhe kjo është romanca. Çfarë ndodh me romancën pas disa vitesh, Marcel? Pyetja është shumë e rëndësishme, edhe në fakt le të fokusohemi tek ato gjëra që nduke janë tërësisht të vogla, por janë shumë të rëndësishme sepse kanë ndryshuar komplet sfondin e marrëdhënies një çifti. Për shembull, përse mesazhi në telefon. Më parë ishte zemra, si po të shkon dita, a u lodhër shpirti im, mezi po pres të vish, më mungon, mezi po pres të të shoh. Përsa tani është uj buk qumësht, nuk fut as folje, nuk fut as emrin atë, po thjesht një listë një listë e ftohtë, një spaç martesor, do ta quaja. Nuk ka zemër të pak një zemër ato, apo një smiley face, as të lutem, as mundesh, as për shembull, a mundesh ta bësh të gjë? Po. Ose as faleminderit në fund. Normalisht me çfarë na kanë parë syt deri tani me ç'kemi dëgjuar të paktën. Se ne vet. Po jo, ne po flasim për tjerë, jo për ne, se ne jemi shumë mirë. Marrëdhënia transformohet ndër vite dhe kalon nëpër faza të ndryshme. Është shumë pak realiste të mendosh për flutrat në stomak, ashtu siç theti, apo të vazhdosh të japësh performancën tënde më të mirë vazhdimisht. Po, tani nuk jem më në ato takimet romantike, 2 herë në javë, do dilje, patjetër do vishesh shumë bukur, do flisje bukur. Tani po jeton me partnerin tënd, zgjoheni, hani së bashku, flini bashk, ndonjëherë ndoshta përfundoni të flini bashk me kalamajn, ne na ka ndodhur shpesh. Dhe përballeni me presione të tjera siç janë të ardhurat, rritja e fëmijëve, stresi në karrierë, të gjitha këto mund të zbehin romancën edhe prioritetin e intimitetit, qoftë intimitetit në komunikim, qoftë edhe ati fizik. Sigurisht, edhe është ajo që
nuk e di nëse e ceka pak më përpara, por ajo e kthimi të martesës në një rutinë të përditshme është. Dhe kjo është një rrezik i madh. Zhveshja e tablos martesore nga ato gjërat e bukura të romancës që e bëjnë tjetrin të ndihet i rëndësishëm në sytë e partnerit. E vërtet është e ditë, ndërkohë që po flisje, po mendoja që në fakt në fillimet e lidhjes son ose të njohjes son, më saktë, ti ishe Marcel në një program radiofonik. Ke qenë tek Radio Plus 2 edhe bënit një fare tek Radio Lushnja. Po te Radio Lushnja unë nuk të kam dëgjuar ndonjëherë, të kam dëgjuar te Plus 2-shi. Po. Edhe bënit një program, ke qenë bashkë me 3 kolegë të tut. Po. Dhe për mua ishte si një date night. Do me thënë, fakti që unë të dëgjoja mbaj mend telefonin që kam pasur, edhe një palë kufje që më shërbeni dhe si anten për të kapur radion në atë kohë, dhe zëri yt në radio ishte vërtet një mrekulli, nuk e di, do të thënë të dëgjoja me ëndje dhe nuk doja që ai program të mbaronte. Dhe ai program zgjaste, gati nga 2 orë ndoshta. Edhe sa mirë që unë isha Molla Fazani nga gjithë aty. Mund të më dëgjoj çik më gjatë. Interesant, keni qenë goxha me batutat tuaja, e për mua ishte vërtet një takim me ty. Ndërkohë që tani të dëgjoj shpesh, të dëgjoj. Flasim goxha. Nuk gjen më aq takim tani. Por nuk, do të thënë, patjetër që është shumë kënaqësi të vazhdojmë të komunikojmë bashkë, por atëherë ishte jashtëzakonisht emocionuese. Po kjo mund të ketë një ndryshim, pra ishte shumë emocion i veçantë. Shiko, janë dy gjëra të ndryshme. Është tjetër gjë kur po flasim për një kohë kur nuk më kishe takuar. Po, flasim parë, po, shumë herë. Ajo dashuria, ajo vetëm fix parë. Normalisht e njëjta gjë nuk mund të ekzistojë vazhdimsi, por intensiteti i ndjenjës dhe i dashurisë pas 5 vitesh dhe 10 vitesh bëhet më i madh. Normalisht duhet bëhet më i madh një martesë martesore. Sepse është më jetuar. Dhe gjëja e rëndësishme në këtë është të mos humbasë romanticiteti. Pra romanticiteti nuk humbet, transformohet në diçka më të madhe, filloj metamorfoze si ajo e larvës që kthehet në një flutur. Intensifikohet, bëhet më e madhe dhe këtë çiftet fatkeqësisht jo pak çiftet nuk arrin ta shohin ose e humbasin. Edhe rrezishe. Jo, desha të them e humbasin ato gjërat e përditshmërisë tyre, të cilat janë të rëndësishme, por që pak të humbet ajo tharmi, humbet e kripa që jep gjellës shije. Edhe më bukur shumë e ka thënë. Lërë që pyet. Marcel, jam e bindur që ti ke dëgjuar për Jordan Peterson. Edhe mendoj që është shekulli i tij, fakt do të thoya, janë ato vitet e tij, të cilat ka ardhur duke u bërë goxha më i shpesh. Do të them që është një nga personazhet më intriguese. Për të bërë një prezantim për të gjithë ata dëgjues që mbase nuk e kanë hasur ndonjëherë emrin e tij, ai është një psikolog klinik kanadez dhe është autor i disa librave që kanë pasur ndikim të madh në nivel global. Në një nga daljet e tij publike së bashku me gruan e tij, Temi, në mos gaboj, ai ka treguar një histori personale, në të cilën thotë: Kur kishin fëmijë të vegjël dhe kjo u ndodh njerëzve që kanë fëmijë të vegjël, zbuluam që po ndaheshim në aspektin intim. Dhe kjo ndodh sepse kur je në atë fazë të jetës, kur po zhvillon karrierën dhe ke fëmijë të vegjël, është sikur marrëdhëniet intime janë prioriteti numër 11 në një listë me 10 prioritete. Dhe ti arrin vetëm deri tek prioriteti numër 5. Pra nuk është se është e parëndësishme, por zhvendoset. Dhe kjo është e kuptueshme, por nuk është një zgjidhje e mirë në afat mesatar apo të gjatë. Marrëdhëniet duhet të rikthehen më lart në listën e prioriteteve, të paktën në një nivel minimal të pranueshëm. Edhe Peterson vazhdon duke thënë: pyetja që duhet të negocioni si çift është: cili është ai nivel minimal i pranueshëm? Dhe njerëzit e urrejnë ta bëjnë këtë bisedë. Dhe është e vërtet, bisedat për raportet intime edhe në mes të çiftit janë kaq të vështira. Edhe ai thot, kur punoja si klinicist, bëja këto biseda me klientët e mi dhe her pas here kisha edhe klientin edhe bashkëshortin apo bashkëshorten në zyrë me mua për të diskutuar çështje të tilla. Edhe një nga gjërat që i pyesja që ata absolutisht e urrenin ishte sa shpesh duhet keni marrëdhënie intime. Dhe ata jepnin të gjitha llojet e arsyeve për të mos dhënë një përgjigje për atë pyetje, të tipit nuk duam ta bëjmë kaq formale apo nuk duam të largojmë spontanitetin nga marrëdhënia jonë. Edhe Peterson e pyeste, vërtet? Keni qenë të martuar 10 vite, 15 vite dhe ka kaq shumë spontanitet sa nuk doni që ta prishni? Atëherë pse jeni në zyrën time? Pra, kjo është thjesht një iluzion. Përpara se të vazhdojmë me
Dr. Pederson. Do doja të ndalesha shumë shkurt tek kjo ideja e të pasurit nevojë, ka shumë nevojë për psikologun sot. Pra çifte të panumërta që kanë kaq shumë nevojë për psikologun. Mua personalisht më ka bërë ta shikoj këtë gjë me një interes shumë të veçantë. Si ja bënin më përpara njerëzit kur nuk ekzistonin psikologët? Si ja bënin më përpara kur nuk shkonin gjyshrit tanë, stërgjyshrit tanë, kur lexojmë ato historitë mira vjeçare, ato romancat, ato poezit, ato kohë që i kushton bashkëshorteve, vajzave, grave, nuk ekziston, nuk kishte një nevojë kaq të madhe për një person të tretë për t'u treguar çiftit se çfarë duhet bënin. Po, nuk kam një përgjigje për këtë. Jo, ndihet si një lloj lodhje në martesë, le të themi, këto 100 vjeçarin e fundit ose le të themi këto 50 vjeçarin e fundit. Është faza ku jemi futur në nkthjetrat e produktivitetit gjithandej. Edhe ritmi i jetës që është frenetik. Kjo duhet jetësh, ritmi i jetës. Edhe nuk ndalemi pastaj për të shjuar gjërat e vogla. Mbushja me shumë gjëra, mbushja e ditës me shumë gjëra. Njerëz që vetëm vrapojnë njerëz që nuk kanë kohë. Po, edhe ka bërë të nevojshme pastaj rolin e një personi të tretë që të ofron një vend të qetë ku mund të dëgjohesh. Sepse edhe për marrëdhëniet intime ose le të them marrëdhëniet seksuale, më përpara në flasim kohën e gjyshëve, stërgjyshëve tanë, ta e konsideronin si një detyrë bashkëshortore. E kishin që mund të duket, kur them ajo është një roman, është pjesë e romancës, e konsideronin si një detyrë bashkëshortore, pra të ishin të gjindshëm fizikisht ndaj bashkëshortëve të tyre. Nuk mund ta dim, kam përshtypjen me siguri këtë gjë se si ta dim. Nga ato që lexojmë, sepse neve nuk dim se kanë ekzistuar faraonët e Egjiptit, po ne lexojmë. Po nga ato që lexojmë, nga poezitë, nga historitë, sidomos letërsia edhe historitë, na i sjellin këto gjëra. Duket sikur ka qenë një marrëdhënie. Okej, kjo është pjesë e marrëdhënies. Dhe unë duhet ta siguroj këtë gjë për bashkëshortin tim, dhe unë duhet ta siguroj këtë gjë për bashkëshorten time. Nuk e di, Marcel. Nuk kam lexuar ndonjë gjë që fliste për shpeshtësinë e raporteve intime në martesë. Nuk dua ta diskutojmë, thjesht e hodha si një pyetje për ty edhe për publikun, edhe për mua gjithashtu për ta hulumtuar çfarë ka ndryshuar në vërtet. A thjesht është mbushur me shumë gjëra, po atëherë kjo që ka e thjesht mund ta ndryshojmë. Pra ideja është e të gjeturit të atij krimbit që ka shkatëruar ose po shkatron marrëdhënien bashkëshortore duke i vjedhur pikërisht atë tharmin. E kam përshtypjen është ka pasur marrëdhënie që kanë qenë të shëndetshme. Patjetër. Dhe ka pasur marrëdhënie që nuk kanë qenë të shëndetshme. Mendoj që kjo është diçka tjetër, patjetër sigurisht. Por sot kemi një shtim, mendoj, të stresit, edhe të gjitha gjërave që ndodhin gjatë ditës, që ka një ritëm shumë të shpejt, edhe mendimet tona janë vazhdimisht gjithandej, edhe nuk kemi kohë më për njëri tjetrin. Si do rikthehemi te Pederson, ai ka vënë re në përvojën e tij që çiftet që nuk kanë marrëdhënie intime të paktën një herë në javë, nuk kisha menduar ndonjëherë të flisja për këtë punë. Me kalimin e kohës marrëdhënia fillon të përkeqësohet dhe është e vështirë që të mbahet. Dhe po ashtu, nëse nuk kaloni rreth 90 minuta në javë duke dëgjuar dhe duke folur me partnerin për çështjet praktike të jetës së përbashkët, duket se krijohet një grumbull i madh komunikimi i pashprehur dhe pas 10 vitesh kjo mund të bjerë mbi çiftin në formën e një çështjeje divorci dhe ju do të shpenzoni gjithë kohën që mund ta kishit kaluar duke folur në shtëpi, duke folur në gjykatë. Edhe që është më rëndësishme, përpara se të mendojmë për intimitetin fizik, mendojmë për intimitetin emocional, për marrëdhënien në çift, për komunikimin. Komunikimin intim, atë që ne kemi diskutuar në fillim në episode. Është shumë e rëndësishme intimiteti fizik edhe të folurit së bashku për të lejuar më shumë zhvillimin e ndjesive romantike. Pra një nga gjërat që duhet të mbajmë mend është shumë e sikletshme për të komunikuar mbi këtë gjë, por shumë e rëndësishme. Edhe nëse nuk komunikoni mirë në fillim, është okay, është në rregull, jeni një çift, jeni një ekip, e kemi përmendur edhe herë të tjera, dhe është e rëndësishme të thoni gjërat që dëshironi që të keni në raport apo gjërat që nuk dëshironi të keni në raport. Përse duhet të jetë e sikletshme një çift për të diskutuar, për të folur për intimitetin fizik, ndërkohë që nuk besoj se
ka ngelur ndonjë gjë intime pa u konsumuar një martesor. Jo, është shumë e drejta që thua ti, edhe shumë objektive. Problemi është që Peterson thotë që është një nga gjërat më të vështira që njerëzit mund të diskutojnë për të. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në raport me një person të tretë, se patjetër aty është e sikletshme, por një person edhe tretë është e kuptueshme. Absolutisht. Kur kjo ndodh mes çiftit, kjo duket shumë e çuditshme. Shumë e çuditshme është një realitet i çuditshëm, por ngelet realitet. Nëse mendon se gjithë romanca do të shfaqet spontanisht, është si ndoshta po mendon për ndonjë prallë teluzive hollywoodiane, do thoshte Petersoni, nuk do të ndodh diçka e tillë, sepse nuk ndodhi kur ishe beqar, ose nëse ndodhi rrallë, dhe sigurisht nuk do të ndodh kur je i martuar, pra duhet vendosësh një kohë të caktuar për këtë dhe duhet japësh vëmendjen e duhur. Dhe pastaj mund të mendosh, mirë, si mund ta bëjmë këtë në mënyrë që nëse vendosim kohë dhe qëllim në të jetë kaq e vlefshme sa të mos kemi asnjë dyshim që ishte një ide e mirë? Pra, nëse vërtet dëshiron diçka, nëse vërtet e dëshiron, pse të mos synosh drejt saj? Edhe nëse vërtet e dëshiron dhe po synon drejt saj, pse të mos komunikosh për to edhe të ëndërrosh? Mund të ëndërroni së bashku. E mund të mendoni, nëse do të kishim jetën romantike që duam, çfarë do dëshiroje? Kjo është diçka për të pyetur partnerin tënd, edhe diçka për të pyetur veten. Nëse mund të kisha atë që dua, si do dukej? Dhe pastaj mund të ecni përpara dhe të afroheni sa më shumë me këtë objektiv. Dhe nëse bëjmë këto investimet për cilën ne folëm, term biznesi, por që i shkon për shtat, sepse është investim. Po. Koha është investim, e gjithë martesa është investim. Po. Edhe nëse bëhen dhe investime për cilën folëm më lart, që është intimiteti emocional, pra intimiteti në komunikim dhe intimiteti fizik. Që janë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Shumë të lidhur bashkë, të lidhur me njëri tjetrin. Një herë në javë, nuk do të jeni plotësisht të lodhur dhe të konsumuar deri në moshën 40 vjeç. Dhe thjesht ja lëm njëri tjetrit në banë dhe ja lëm spontanitetin në dorë. Dhe plotësisht pa interes për partnerin, dhe cinik dhe të hidhur, e duke kërkuar një alternativë. Është shumë e trisht. Një nga arsyet që vendosëm për të folur për këtë temë, sepse në fillim kur po e mendoja, thash është gjëja e fundit që dua të bëj, është të diskutoj. Është vërtet, e sikletshme në farë mënyre. Po, nuk duhet të jetë kështu. Po, domethënë sa herë është rekomandueshme intimiteti emocional, por sidomos sikleti ishte tek pjesa do diskutojmë sa herë është i nevojshëm intimiteti fizik. Por nëse shikojmë pasojat, pra Marceli i përmendi pak më lart, pra konsumimi shpirtim, është konsumimi i martesës, edhe mungesa e interesit për partnerin, edhe të bërit të hidhur me njëri tjetrin, këto janë gjëra vërtet shumë të forta. Dhe mendoj jemi në një terren më moral, duke komunikuar cilat janë nevojat e një çifti, sesa kur flasim pastaj për thjesht pasoja shkatrimtare apo jo. Është shumë e moralshme që ne ti diskutojmë këto gjëra dhe është krejtësisht e tëmshme të mos i bëjmë nga ana tjetër, sepse jemi duke i vënë vetes një blokadë shumë të madhe, e cila, siç e thash që në kryet herës, do të shterrojë të gjithë atë burimin e freskët që mban freskët marrëdhënien martesore mes një burri dhe një gruaje. Dhe fjala e Zotit flet për këtë. Ka vazhdimisht vargje të bukura që mund të lexoni dhe të inkurajoheni për sa i përket martesës në Bibël. Mund të bëni një kërkim të thjeshtë dhe patjetër që do dalë. Kënga e këngëve që unë përmenda. Po, kënga e këngëve është jashtëzakonisht e bukur, romantike, po. Flet për dashurinë, por ke dhjetën e re, në Korintasve 13. Ka shumë udhëzime për dashurinë, ke më shumë letra, po vetë ungjit. Ke goxha materiale të mira që flet për marrëdhënien. Është e vërtet, nëse marrim, po themi, këto instruksione që janë të shenjta, do të mund të ndihmojnë një marrëdhënie siç është martesa. Martesa është një mister i madh. Është më mirë të investojmë edhe mos të ankohemi për shembull tek miqtë tanë se sa i tmerrshëm është bashkëshortja apo bashkëshortja mbasi kanë kaluar ca vite. Është një alternativë shumë e zymtë, krahasuar me pak këndërim edhe me komunikim të thellë brenda një çifti. Unë jam kot, ora lidhjen e të vjetrës me kohët moderne, edhe ajo që unë mora si shembull janë sa të panumërta janë poezit dhe historitë e dashurisë të shkruara së kohe dhe sa pak i gjejmë sot.
Interesante. Thjesht më duhet ta mbyll këtu këtë temë sepse është i temë shumë e gjerë. Është e gjerë. Por është i tregues i jashtëzakonshëm se ne vërtet nuk kemi jetuar në ato kohë, por ne kemi të dokumentuar shpirtin e asaj kohe. Ashtu është Marcel, po dhe ne të dy jemi pak retro kështu në shije, kemi dëshirë ta përqafojmë të shkuarën. Kështu që nuk kemi të sigurt për të dhënat apo statistikat, si kanë qenë raportet në atë kohë me raportet tani. Ndoshta pjesërisht jemi pak subjektiv, nuk e di. Nuk do ta thoja, por gjithsesi nuk e them këtë si një recetë. Ky është një mendim që unë ndaj dhe është një pyetje, më tepër një çështje për ta diskutuar se sa një formulë apo një ide për të debatuar me njëri tjetrin. Është më tepër një reflektim. Një reflektim. Po shumë mirë. Mbasi keni dëgjuar podcastin sot, edhe nëse vendosni të bëni një date night, është shumë bukur, pse jo? Mund të jetë një pyetje mirë për reflektim, kjo që sapo ndau Marceli. Cilat janë ndryshimet midis një raporti romantik sot në martesë, uroj të jetë romantik, dhe një raporti dikur. Mirë, me këto mendime ne ju lëm, si urojmë që të keni një kohë të bekuar, një mbrëmje të këndshme, edhe ju lëm takim në episodin e radhës. Ishte kënaqësi që ishim bashkë. Gjithashtu. Urojmë një mbrëmje të këndshme dhe shumë të dashurueshme. Mirë dëgjofshim.